Nëse po, atëherë mirëmëngjes edhe një herë për gjithë. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në konferencën e radhës së DNV-s, ku do të paraqesim vlerësimin tonë preliminar mbi mbarvajtjen e procesit të tërësishëm zgjedhor deri në ditën e zgjedhjeve, si dhe do të ofrojmë disa të dhëna fillestare paraprake në raport me punën në qendrat komunale të numërimit. Demokracia në veprim vlerëson që zgjedhjet e 7 qershorit janë zhvilluar në përputhje me standardet demokratike për zgjedhjet e lira, konkurruese dhe të qeta. Procesi zgjedhor është administruar në mënyrë profesionale dhe efikase, derisa votuesit kanë pasur mundësi që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të lirë dhe të barabartë. Zgjedhjet sidoqoftë janë mbajtur në një proces të pazakont politik dhe institucional, meqense janë zgjedhjet e treta parlamentare që zhvillohen në më pak se një vit e gjysmë. Sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ajo çfarë bie në sy është që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces ka administruar shumicën ndërmuese të operacioneve zgjedhore, edhe në mënyrë profesionale, edhe në përputhje me dispozitat ligjore. Fatmirësisht është shënuar progres sa i përket përmirësimit të natyrës dhe dinamikës së punës në KQZ, me që janë evituar rastet e polarizimit e përplasjeve brenda këtij institucioni. Sidoqoftë në krahasim me zgjedhjet paraprake, edhe fushata, edhe dita e zgjedhjeve në Kosovë janë karakterizuar nga një lodhje e cila është manifestuar edhe me riciklim të ofertave politike, e pastaj edhe me ulje të motivimit qytetar për të marrë pjesë në zgjedhje, me që rast kemi shënuar një prej daljeve në zgjedhje, pra përqindjen më të ulët në pothuajse gati një dekadë. Sa i përket votimit jashtë vendit, vlerësojmë që ky proces është zhvilluar pa probleme serioze dhe pa debate politike, që i kanë karakterizuar proceset e mëparshme. Interesimi i votuesve jashtë vendit mbetet jashtëzakonisht i lartë, me mbi 131.000 votues të regjistruar suksesshëm, prej të cilëve rreth 85.000 tashmë vetëse kanë dërguar në mënyrë të suksesshme pakut e tyre të votave me post, derisa pjesëmarrja në votimin fizik në përfaqësi diplomatike është e ngjashme me atë të zgjedhjeve të fundit me rreth 82%. Fushata zgjedhore është zhvilluar në një ambient përgjithsisht konkurrues dhe të qetë. Subjektet politike kanë pasur mundësi që zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe të komunikojnë me elektoratin lirshëm në gjithë territorin e vendit, me diskursin politik i cili ka qenë më i moderuar se sa në proceset paraprake zgjedhore. Sidoqoftë, problemi kryesor e më i ndjeshëm i kësaj fushate zgjedhore ishte padyshim çështja e barazisë së garës, e cila përbën shqetësimin kryesor të evidentuar në këtë proces zgjedhor. Vendimet e qeverisë në detyrë për ndarjen e mjeteve financiare për grupet të mëdha demografike, përfshirë këtu studentët, persona që punojnë në sektorin privat, pensionistët, fëmijët e të tjerë, kanë krijuar një avantazh të padrejtë në raport me subjekte tjera politike. Për më tepër, vendimi për ndarjen e mjeteve edhe për linjat ajrore të cilat cilin mërgjimtar nga jashtë vendit, disa ditë para ditës së zgjedhjeve, është një prej vendimeve e cila ka cënuar në mënyrë më serioze këtë parimin e barazisë së garës dhe mundësisë të gjithë palëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre të bërit fushat. Sa i përket mediat kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në informimin e qytetarëve gjatë periudhës zgjedhore, duke u ofruar hapësirë të barabartë të gjitha subjekteve politike për prezantim të qëndrimeve të tyre. Edhe pse raportimi dhe debatet më shumë janë fokusuar në dinamikat e garës dhe retorikën politike, analizimi i programeve dhe politikave konkrete të prezantuara nga garuesit kanë mbetur në plan të dytë. Njëkohësisht, kjo fushat ka vazhduar të karakterizohet nga trendi i zhvendosjes së mënyrës së të bërit fushat nga takimet e mëdha dhe pjesëmarrja në media, tek përdorimi i sferës digjitale, ku rrjetet sociale kanë shërbyer si kanali i dytë i komunikimit politik për nga niveli dhe intensiteti i përdorimit. E normalisht përdorimi intensiv i përmbajtjeve të sponsorizuara, materialeve video,
ka konfirmuar rëndësinë në rritje të platformave online në garën zgjedhore, sado që kjo njëkohësisht ka evidentuar sfida që lidhen me dezinformimin dhe me shpërndarjen e informacionit të paverifikuar. Dita e zgjedhjeve u zhvillua në atmosferë të qetë dhe besojmë që kjo ditë e zgjedhjeve është prej më të rregulltave që janë organizuar në historinë e re të Kosovës, si për nga numri i incidenteve serioze, ashtu edhe për nga përmirësimi i mangësive të cilat i kanë karakterizuar zgjedhjet paraprake. Një nga problemet më të shprehura ka qenë vështirësia e votuesve për ta gjetur vendvotimin e saktë, por që si e tillë besoj që ka të bëjë edhe me mos komunikimin adekuat të qytetarëve apo kontrollimin nga ana e tyre të qendrës të cilën KQZ ka bërë publike sa i përket vendvotimeve të sakta. Zhvillimi më pozitiv në raport me administrimin e procesit zgjedhor ishte rënja e ndjeshme e numrit të votuesve me asistencë, me që të dhënat e DNV-s tregojnë që respektimi më i rreptë e rigoroz i rregullave përkatëse zgjedhore ka kontribuar që të kemi rënje prej gati 100% të votuesve me asistencë. Përgjithsisht, mekanizmat e drejtësisë zgjedhore kanë funksionuar në mënyrë efektive gjatë tërë procesit zgjedhor. PZAP dhe Gjykata Supreme i kanë trajtuar të gjitha ankesat dhe kontestet e tjera zgjedhore brenda afateve të përcaktuara ligjore. Sa i përket vetë vendimarrjes së PZAP-s, gjatë periudhës së fushatës, PZAP ka shqiptuar 26.000 euro gjoba ndaj subjekteve politike për rastet e shkeljeve të kodit të etikës, një pjesë e madhe se cilave lidhen edhe me pjesëmarrjen përkatësisht praninë e fëmijëve në aktivitete të fushatës. Kjo tregon që subjektet politike ndonse kanë shënuar përmirësim dhe progres sa i përket gjuhës së përdorur, pasi që në zgjedhjet e kaluara ndër arsyet kryesore pse janë shqiptuar gjobat kanë qenë pikërisht gjuha nxitse dhe urrëties. Tashmë ka përmirësim në këtë drejtim dhe ndër mangësitë kryesore e shpesh edhe të vetme mbetet përdorimi i fëmijëve në fushat dhe vendosja e posterëve në hapësira të palejuara. Mbi bazën e këtyre gjetjeve, Demokracia në Veprim vlerëson se zgjedhjet e parakohshme pra janë zhvilluar në një ambient demokratik, konkurrues dhe të qetë, dhe tani më mbetet që periudha në cilën kemi hyrë, pra e verifikimit të votave të subjekteve, numërimit të votave të kandidatëve dhe numërimit të votave me post, atyre me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta të shoqërohen nga një nivel i tillë i performancës së punës. Kur jemi tek këto të fundit, dua të bëj publike që Demokracia në Veprim është duke monitoruar procesin e numërimit në qendrat komunale të numërimit me 100 vëzhgues, me nga 2 vëzhgues për secilën komunë. Në bazë të raportimeve për ditën e djeshme, është vërejtur që shumica dërmuese e qendrave komunale të numërimit e kanë filluar punën e tyre, ndonse një pjesë e tyre kanë filluar me vonesë. Përgjithsisht, procesi i numërimit në qendra komunale ka qenë i rregullt dhe pa ndërhyrje serioze në integritetin e tij. Megjithatë, duke qenë dita e parë, janë evidentuar probleme teknike të përsëritura që ndërlidhen me ndërprerjen e procesit të numërimit në disa raste për shkak të mos funksionimit të internetit, të monitorëve, të ekraneve e të tjera. Sa i përket pranisë së personave të paautorizuar, nuk është raportuar për ndonjë rast serioz ku individ të paautorizuar, pra pa badge apo pa dokumente tjera dalluese, kanë interferuar në punën e komisioneve ose ekipeve të numërimit. Sa i përket rasteve të mos përputhjeve ndërmjet fletvotimeve që janë shfaqur në ekran dhe atyre që janë procesuar në sistem, vëzhguesit tanë kanë raportuar se ky fenomen është i shprehur në 5.2% të tavolinave të numërimit në nivel vendi. Në 7 raste, vëzhguesit tanë kanë raportuar se këto dallime shkojnë deri në më shumë se 5 vota brenda një vendvotimi të njëjtë. Sa i përket përputhjes së kodeve apo shiritave të sigurisë, nuk janë raportuar raste kur ka pasur mos përputhje në mes të asaj që është pranuar nga tereni dhe asaj që është procesuar brenda qendrave komunale. Në anën tjetër, ajo çfarë vret është një trend i madh i rasteve kur votuesit kanë shënuar ose më shumë se 10 kandidat,
ose më pak se 5 kandidat në listat e votimit, që tregon në fakt ose për mungesë të informatave adekuate nga ana e KQZ-s, por në anën tjetër shpërfaq problemin e numrit jashtëzakonisht të lartë të votave preferenciale që qytetarët kanë mundësi të votojnë, e që në bazë të gjitha matjeve kjo mezi e kalon 5 apo 6 vota preferenciale në nivel vendi. Sa i përket votave të paqarta apo votave kontestuese, kur ka pasur edhe debate në mes të anëtarëve të ekipeve të numërimit, ky fenomen është raportuar në 6.1% të tavolinave të numërimit në nivel vendi, derisa ka pasur ankesa formale nga ana e ekipeve të numërimit në 1 nga 116 tavolina që vëzhguesit e DNV-s kanë monitoruar. Sa i përket ndërprerjes procesit të numërimit, kjo ka ndodhur në gati 1/5 e tavolinave të numërimit për shkak të problemeve teknike, derisa në një rast edhe për shkak të përplasjeve verbale që ka ndodhur në mes të trupave zgjedhore. Sa i përket çështjes së ndërprerjes, ky fenomen është i shprehur në të gjithë territorin, pra nuk ka komuna të cilat shuhen për raste më të shpeshta të ndërprerjes. Të njëjtat kanë ndodhur si në komunën e Prishtinës, ashtu edhe atë të Prizrenit, të Suharekës, Malishevës, komunave me shumicë serbe, Ferizaj dhe të tjera. Raste të tjera të incidenteve të raportuara nga ana e vëzhguesve tanë tregojnë për një nivel të kënaqshëm të respektimit të rregullave, meqense incidentet e raportuara nuk kanë qenë të përmasave të cilat do të mund ta komprometonin integritetin e procesit zgjedhor, me përjashtim të një rasti kur vëzhguesit tanë në rajonin e Ferizajt janë penguar që të ushtrojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë që ata kanë si vëzhgues, duke i kufizuar të njëjtit që të qëndrojnë vetëm tek një tavolinë e numërimit, ndonse legjislacioni në fuqi nuk e përcakton në asnjë rrethon që vëzhguesi është i obliguar që të qëndrojë për 8 orë apo sado që zgjat numërimi vetëm tek një tavolinë, por që kjo i lejohet edhe për hapësirën tjetër të qendrës komunale. Pas përfundimit të procesit të numërimit, meqense janë procesuar rreth 20% të vendvotimeve në nivel vendi, formularet përkatës janë plotësuar dhe nënshkruar nga të gjithë komisionerët pa përjashtim, derisa është raportuar se edhe shiritat e sigurisë dhe bartja e materialit si kriteri ligjore të cilat duhet të respektohen, janë ndjekur në mënyrë të rregullt nga ana e trupave menaxhuese zgjedhore. Ky është vlerësimi fillestar i demokracisë në veprim sa i përket qendrave komunale, derisa të dhëna më të detajuara do të publikohen tashmë në baza më të shpeshta kohore nga DNV, pas analizimit të dhënave të cilat do t'i pranojmë në kohë reale nga terreni. Kjo është e tëra, faleminderit shumë, nëse keni ndonjë pyetje. Nëse jo, atëherë edhe një herë ju falenderoj shumë për praninë tuaj dhe mirupafshim në konferencat e radhës.